E bekuara. Asaj ira shorti të udhëtonte me bashkëshortin e saj të dashur. Ajo ishte bashkëshorti e tij e preferuar, që akoma ishte në moshë të re, ishte e bukur dhe i pëlqente të zbukurohej. Ajo ja mori borxh motrës së saj, Esmas, një gjerdan, që ta vishte gjatë këtij udhëtimi, edhe pse ky ishte një udhëtim xhihadi në një kohë të vështirë ekonomike, aqsa u quajt dhe ekspedita e arnave. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u kthye nga kjo ekspeditë dhe, kur po i afrohej Medinës, u ndal për të pushuar në El Beida, që është një kodër me pamje nga lugina El Akik. Në këtë vend Aishes radiallahu anha i humbi gjerdani që kishte marrë borxh motrës së vet dhe për shkak e zuri paniku. Ajo ja shprehu mërzinë e saj të dërguarit Allahut, edhe ai e priti shqetësimin e saj me shumë interes, duke ditur rëndësinë e këtij gjerdani për ta, edhe pse nuk vlente më shumë se 12 dirhem. Ai dërgoi një grup nga shokët e tij në krye Usaid ibn Hudayr, radiallahu anhu, që ta kërkonin gjerdanin. I dërguari i Allahut vendosi të qëndronte aty atë natë, dhe ashtu vepruan edhe të tjerat. Megjithse u kishte mbaruar uji dhe aty afër nuk kishte ndonjë burim uji. Sahabët u shqetësuan për punën e namazit kur të vinte koha e tij, pasi nuk kishin ujë për të marrë abdes. Ata filluan të merakosen, prandaj shkuan tek Ebu Bekri radiallahu anhu për t'u ankuar për vajzën e tij dhe i thanë: "A nuk e shikon se çfarë ka bërë Aisha? E ndaloi këtu të dërguarin e Allahut bashkë me njerëzit, ndërkohë që na ka mbaruar uji dhe nuk kemi as ndonjë burim afër." Ebu Bekri radiallahu anhu u shqetësua nga kjo gjë dhe erdhi ndërmend skena e humbjes së gjerdanit të parë në ekspeditën ndaj fisit Beni Mustalik, kur ajo u vonua duke kërkuar derisa u largua karvani dhe mbeti mbrapa. Më pas u përhavan thashë themet dhe shpifjet për nderin e saj, e për atë shkak u përfshin nga ankthi dhe trishtimi, aqsa bashkë me të gati shkoi dhe shpirti i tyre. Dhe ja tani, humbi një gjerdan tjetër dhe i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam detyrohej të qëndrojë aty atë natë bashkë me të tjerat, megjithse u kishte mbaruar uji dhe aty afër nuk kishte ndonjë burim uji. Ashtu i shqetësuar hyri gjithë natë tek Aisha radiallahu anha, ndërsa të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam e kishte zënë gjumin në prerin e saj, dhe nga frika se mos e zgjonte të dërguarin e Allahut, i tha asaj me zë të mbytur: "Në çdo herë kthehesh në shqetësim, i bllokove njerëzit për një gjerdan." Ai vazhdoi që ta qortonte atë duke e shtuar ashpërsinë, sepse Ebu Bekri radiallahu anhu kishte një lloj ashpërsie që e shfaqte kur zemrohej dhe filloi të shponte me gisht në ije. Ajo ndjente dhimbje, por as nuk lëvizte dhe as nuk ankohej dot, sepse i dërguari i Allahut po flinte në prerin e saj dhe kishte frikë se mos e zgjonte. I dërguari i Allahut fjeti deri në fjedim të agimit kur erdhi koha e namazit sabahut. Ai kërkoi nga shokët e tij të sillnin ujë, por ata nuk kishin ujë dhe nuk dinin se si të vepronin, ndërkohë që koha e namazit të sabahut është më e shkurtër se koha e namazeve të tjera. Por në këtë moment zbriti shpallja mbi të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam: "O besimtar, kur doni të falni namaz, lani fytyrën dhe duart deri në bërryla, kurse kokën fshiheni me dorë të lagët, lani dhe këmbët deri në nyje. Nëse jeni të papastër, si pasojë e marrëdhënieve bashkëshortore apo derdhjes së farës, pastrohuni duke u larë krejtësisht. Por në qoftë se jeni të sëmur, që mund t'ju dëmtojë uji, ose gjendeni në udhtim, ose ndonjëri nga ju vjen pas kryerjes së nevojës natyrore, ose nëse keni pasur marrëdhënie me bashkëshortet e nuk gjeni ujë, atëherë gjeni dhe të pastër dhe fshini fytyrat dhe duart me të. Allahu nuk dëshiron t'ju krijojë ndonjë vështirësi, por dëshiron t'ju pastrojë dhe t'i plotësojë dhuntitë e tij ndaj jush, që t'i jeni falënderues." As mos pyet për gëzimin e të dërguarit të Allahut dhe të muslimanëve që ishin bashkë me të për këtë lehtësim që u erdhi nga Allahu i Madhërisëm, i cili u bëri dheun për pastrim kur ju mungon uji, dhe mos pyet edhe gëzimin dhe urimet e tyre për atë që u bë shkak për zbritjen e këtij lehtësimi për umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë shkak, i dërguari i Allahut i tha asaj: "Sa e madhe që nga begatia e gjerdanit tënd." Usaid ibn Hudayri radiallahu anhu shkoi tek ajo dhe i tha: "Sa e madhe është begatia juaj, o familja e Ebu Bekrit. Allahu ta shpërbleft me të mira, sepse sa herë që të ndodh në një gjë ti e urren, Allahu gjithmonë të jep zgjidhje dhe e kthen në begati për muslimanët."
Ebu Bekri radiallahu anhu, që dje i qërtoj ashpër, me sytë që shëndrinin dhe fytyrën që i shkëlqente nga gëzimi për vajzën e tij, tha: Pasha Allahun ti e bekuar. Pasha Allahun ti e bekuar. Pasha Allahun ti e bekuar. Duart e njerëzve filluan të zgjaten drejt tokës së pastër. Atë mëngjes ishte namazi i parë që ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e fali me tejemum, si lehtësim që u erdhi nga vetë Allahu i Madhërisëm. Pasi e falën namazin e sabahut, u nisën drejt Medinës. Pasi kishin humbur shpresat për gjetjen e Gjerdanit që e kishte kërkuar gjatë gjithë mbrëmjes së dieshme dhe nuk e kishin gjetur. Por Allahu i Madhërisëm mua kishte kompensuar atë me këtë lehtësim për gjithë ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. Megjithatë, kur e ngritën devën e Aishës radiallahu anha, e gjetën Gjerdanin poshtë saj. Le të ndalemi në disa mësime që përfitojmë nga kjo ngjarje. 1. I dërguari i Allahut ishte rreth 60 vjeç në atë kohë, kurse Aisha radiallahu anha ishte në moshë shumë të re. Megjithatë, shqetësimi i saj të roqi interesimin e tij. Ai i kuptonte mirë dëshirat e saj psikologjike, pasi ky Gjerdan, edhe pse nuk ishte shumë i kushtueshëm në sytë e njerëzve. Ebu Bekri radiallahu anhu i tha: I bllokove njerëzit për një Gjerdan. Megjithatë, ai kishte një domethënie të rëndësishme për të, sepse ishte stolia e saj, dhe stolit kanë një rëndësi të madhe për gratë. Për këtë arsye i dërguari i Allahut i kushtoi rëndësia e saj që ishte e rëndësishme për Aishën radiallahu anha, që është edhe një argument më shumë për sjelljen e tij shembullore ndaj familjes së tij dhe për moralin e tij të lartë. Kjo shfaqet tek A. Vendimi i tij për të qëndruar për ta kërkuar Gjerdanin e saj në një vend ku nuk kishte ujë. B. Ai dërgoi një grup nga shokët e tij të kërkonin Gjerdanin në vendet ku mendohej se mund të kishte humbur. C. Edhe më e rëndësishme është gjendja e tij psikologjike, sepse gjendja e tij tregon se ai nuk ishte detyruar ta merrte këtë vendim kundër dëshirës së tij dhe as nuk ndiej në siklet. Përkundrazi, ai ishte i qetë, gjë që tregonte edhe fakti që e zuri gjumi duke vënë kokën në prerin e Aishës radiallahu anha. Kjo tregon qetësi psikologjike, afrimitet shpirtëror, dashuri dhe mëshirë. Q. Udhtimi në vetvete, sidomos në fund të tij, supozohet se shkakton lodhje fizike, psikologjike dhe konsumon energjinë psikologjike të njeriut dhe e dobëson aftësinë e tij për të menaxhuar durimin dhe qëndrueshmërinë. E çfarë mund themi kur kemi të bëjmë me një ekspedit lufte? Megjithatë, e shikojmë profetin tonë në atë gjendje, njësoj si gjithmonë, të sillet me butësi, sepse e donte butësinë, më i miri i njerëzve për njerëzit, më i miri ndërta për familjen e tij. Vështirësia e udhëtimit nuk ishte konsumuar qetësinë e tij psikologjike dhe as madhështinë e tij morale. 2. Rregullat e udhëtimit në shkretëtir. Për ata që nuk kanë ujë me vete, nuk e lejojnë qëndrimin dhe kalimin e natës në një vend ku nuk ka ujë. Padyshim që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk mund ta lejonte që ushtria e tij të përballej me rrezikun për jetën dhe as t'i vendoste në vështirësi për shkak të një Gjerdani. Megjithatë, ai vendosi të qëndronte aty për ta ëmbëlsuar shpirtin e Aishës së tij të dashur, dhe bashkë me të qëndronte njerëzit e tjerë, edhe pse Medina nuk ishte larg nga aty. Në atë kohë, ai vendi ishte afër 10 milje larg Medinës, kurse në ditët tona është bërë pjesë e qytetit të Medinës dhe është urbanizuar. Kjo tregon se qëndrimi në këtë vend nuk përbënte ndonjë vështirësi dhe as mundim të madh për asnjërin prej tyre, por ajo që i shqetësoi ata ishte mungesa e ujit që u nevojitej për të pastruar dhe për të marrë abdes për faljen e namazit. Por Allahu i Madhërisëm e ktheng këtë ngjarje në një lehtësim të madh për ata dhe për gjithë ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e fundit të botës. 3. A nuk të tërheq vëmendje gjendja e njeriut më të dashur për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e cila nuk ishte se me çfarë të zbukuroi për të dërguarin e Allahut në këtë udhtim, ku nga bashkëshortet e tij do të ishte vetëm ajo me të, por mori borxh nga motra e saj një Gjerdan që nuk vlente më shumë se 12 dirhem, që është afërsisht sa 37 gram argjend, dhe përsëri u shqetësua shumë kur e humbi. Kjo sken na shfaq gjendjen e profetit, që nuk ishte ardhur për t'i përvetësuar pasuritë e njerëzve dhe as për t'u marrë të mirat e kësaj bote që t'i shijonte ato për vete. Ai dhe familja e tij jetuan në këtë gjendje ekonomike modeste, duke u mjaftuar me minimumet e gjërave të nevojshme. Aq dhe bashkëshortja e tij e vyer stoliset me një Gjerdan të marrë borxh, që ishte shumë i lirë, ndërsa ishte ai që pasurinë u andante të tjerëve me grushte dhe ishte bujar si shiu që sjell bereqet. 4. Begatia e nënës së besimtarëve Aishës radiallahu anha, që sa heri ndodhte ndonjë gjë
që ajo e urrente, Allahu gjithmonë i jepte rrugëzgjidhje dhe e kthente atë në begati për muslimanët. U akuzua padrejtisht në ngjarjen e shpifjes ndaj saj, por me gjithë moshën e re që kishte, duroi shumë dhe në fund erdhi shpallja nga Allahu i Madhërisëm, që njoftonte pafajësinë e saj, dhe kjo u kthye në mirësi për të dhe për muslimanët. Mos e quani atë si të keqe për ju, përkundrazi, kjo është e mirë për ju. I humbi Gjerdani dhe u mërzit për të. I dërguari Allahut qëndroi aty bashkë me muslimanët duke e kërkuar atë, saqë u shqetësua dhe baba i saj. Erdhi koha e namazit, por ata nuk ishin ujë për të marrë abdes. Allahu i Madhërisëm zbriti këtë lehtësim për ta dhe për të gjithë ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. Shkoi të kryente haxhin me të dërguarin e Allahut, por kur ju afrua Mekës, i erdhën zakonet e përmueshme. U mërzit dhe qau, aq sa i tha të dërguarit të Allahut: "Do të kisha dashur të mos kisha ardhur me ju këtë vit në këtë udhtim." Por i dërguari i Allahut i tha: "Këtë gjë Allahu e ka caktuar për të gjitha bijat e Ademit, dhe kjo nuk të dëmton. Veproj të gjitha ato që veprojnë haxhinjt, por mos bëj tavaf në Qabe." Dhe që nga ajo ditë e deri tani, muslimanët përfitojnë nga ky lehtësim i madh për të cilin u bë shkak ajo që i ndodhi Aishës radhiyallahu anha dhe e mërziti atë. Prej begatisë së saj është edhe fakti si dërguari i Allahut u martua me të kur ishte akoma vajzë e re që i pëlqente të luante dhe të argëtohej, ndaj i dha hapësirën e duhur në zemrën dhe në jetën e tij, gjë që e ktheu jetën e saj me të në dëshmi se ai ishte dërguar me fenë e pastër dhe tolerante, dhe u bëri të ditur edhe ndjekësve të feve të tjera se në fen ton ka hapësirë dhe lehtësim të madh.